Përshëndetje miq të Kinotekës. Kush u rikthye këtu të mërkur? Gjeni kush? Unë dhe Viola. Ne të dy këtu në Kinotek në Sol, në Radio Sol. Si të kamore gon? Mirë, po para një jave u takuam o Viola. Po normal, mua ç'keti. Ua, si ma shkrin zemrën, kështu më bën për vete kjo vajzë. Mirë, si jeni ju të dashur miq, ju që na ndiqni nga radio, nga 89.0 FM në Radio Sol, ju që na ndiqni nga YouTube, ju që na ndiqni nga Spotify në kanalin ton, si jeni, TikTok, si jeni. Instagram, ku të doni ju na gjeni. Kujdes me TikTokun. Kujdes me TikTokun. Përdorin me VPN mëse e dim tani të lut. Po e dim, pra e dim. Me mirë ne jemi këtu, si çdo të mërkur tjetër, sepse kemi shumë gjëra plot për të ndarë me ju, duke filluar patjetër me njëherë me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë 9 prill në vite të ndryshme në industrinë e filmit, po jo vetëm. Pastaj do ndalemi tek sugjerimet e filmave, kemi komeditë familjare këtë herë, si qendër të tematikë kryesore, dhe më tej do t'japim sugjerimet tona për libra, dhe në studio do të na bashkohet edhe një ftuar shumë special. Dhe me qira fjalat tek tematika që kemi zgjedhur për sot, i kemi qëndruar pra siç e tha edhe Viola tek komedia familjare, për arsye se lidhet në të ftuarin që do të vi pas pjesës parë të emisionit, dhe lidhet pikërisht me një film që do të shfaqet duke nisur nga pas nesër në Cineplex. Po e themi që tani është pikërisht filmi Luli dhe Goni Lemes, një komedi mjaft interesante me shumë aktorë të njohur, po do të kemi kohë që të flasim gjere gjatë për këtë gjë. Pa humbur kohë, shkojmë tek datat e rëndësishme, vitet e rëndësishme të datës 9 prill, dhe do ta nisim me vitin 1954, kur në këtë datë ka lindur aktori amerikan Dennis Quaid. Për të gjithë ata që duan ta kujtojnë, lidhet me filmin e shumë përfolur të këtyre çmimeve Oscar që pristej më shumë të fitonte, The Substance. Ka luajtur te ky film për të gjithë ata që e kanë parë dhe e kanë parasysh. Dhe shkojmë tek ngjarja e radhës në 9 prillin e vitin 1962, në çmimet e 34-ta Oscar, West Side Story fiton 10 çmime, filmi më i mirë, regjisorin dhe 8 çmime të tjera, duke përfshirë këtu si ndër çmimet kryesore fitoren e Sofia Loren për 2 gra dhe Maximilian Schell gjykimin në Nuremberg. Mirë, do të shkojmë te vitin 1976. Publikohet filmi All the President's Men me regji nga Alan Pakula, bazuar në librin që detajon, po themi, hetimin ndaj skandalit të famshëm Watergate në lidhje me ish presidentin Nixon, ku luajnë aktorë shumë të njohur, shumë të dashur, siç është Dustin Hoffman dhe Robert Redford. Shkojmë tek e fundit, 1990, aktori amerikane Kristen Stewart, e njohur sidomos për The Twilight Saga, lind në Los Angeles të Kalifornisë, edhe 100 Kristen. Edhe 100 mirë. Në këtë rast e dim që jeton. Këtë to shakat e zeza që bëjmë ne o e gon. Po çfarë do bëjmë? Se si s'na kanë bërë ban akoma. Po si do ta shtym? Dhe se si nuk na kanë shpallur në grata akoma, se kës po shpallin. Ne jemi në kërkim të memeve, kështu që jepi Viola, mos u kurse. Mirë, do të shkojmë tani me vrap tek sugjerimet e filmave komeditë familjare, të cilat një pjesë mund t'i keni parë. Jam e bindur që po, një pjesë të mirë të tyre i keni parë, i përmendim fillimisht shkurtimisht. Mirë, do ta nisim me Night at the Museum i vitit 2006. Enchanted i vitit 2007. The Game Plan i vitit 2007. A Series of Unfortunate Events i vitit 2004. Dhe i fundit Shazam i vitit 2019. Do ta nisim tash duke i përmendur pak më gjatë secilin prej tyre. Nisim me të parë, një film mjaft i njohur dhe i dashur, Night at the Museum i vitit 2006 me regji të Sean Levy. Një gardian muzeu që luhet nga aktori i njohur Ben Stiller zbulon se këto personazhet që janë të vendosura në muze, eksponatet e natës, kthehen në jetë, pra ringjallen gjatë natës. Pra, duke nga qëndrimi kështu statik, ato në një orar caktuar fillojnë dhe marrin jetë dhe bëjnë me dorë. Jo thjesht ta bëjnë me dorë. Dhe duhet merret me kaosin që shkaktojnë duke u përballur me personazhe historik mjaft të njohur dhe mitologjik. Filmi është një përzierje argëtuese e humorit, aksionit dhe edukatës historike që është më e rëndësishmja. Me performancën e shkëlqyer, ta theksojmë, të Robin Williams si Theodore Roosevelt, si ish presidenti Roosevelt, dhe ngjarjet e papritura që mbajnë shikuesin të angazhuar, Night at the Museum pati një sukses të madh, duke fituar me $250 milion vetëm në SBA dhe duke u shndruar në një klasik të komedisë familjare. Shkojmë tek radhës Enchanted i vitit 2007 me regji të Kevin Lima, një princesh nga një botë imagjinare zbret në Manhattan dhe përball
përballet me realitetin e ashpër të qytetit, duke sjellë magji dhe humor në jetën e zakonshme. Filmi përzihen elementet animuar dhe të jetës reale, duke i dhënë një ndjesi përrallore jetës moderne. Ka fituar mbi $340 milion në të gjithë botën dhe ka marrë lavdërime të shumta për humorin e tij të rafinuar dhe për performancën mbreslënëse të Amy Adams, e cila i dha një shpërthim të ri personazhit të princesës. Fillon pra problemet e tua me sën edhe shën, mirë. Princesësh. Jo, nuk e them dot, vazhdoj. Do bëhesh me emër. Princeshës. Mirë. The Game Plan i vitit 2007 me regjitë e Andy Fickman, një futbollist i njohur futboll amerikan gjithmonë. I luajtur nga Dwayne The Rock Johnson zbulohet se ka një vajzë të vogël dhe përpiqet të ndërtojë një marrëdhënie me të, duke u përballur me ngatresa dhe situata komike që e çojnë pra e ndryshojnë jetën e tij. Filmi ka humor, mbushur me momente të ngrohta dhe të këndshme mes aktorëve. Filmi u prit me shumë entuziazëm, duke fituar edhe pra në aspektin financiar $135 milion, duke u bërë një hit familjar dhe duke përforcuar edhe pikërisht rolin e Dwayne Johnson, që kujtojmë që në ato kohë ishte ende në fillimet, po themi, të karrierës e tij si aktor, pra si një aktor i mirë komedie. Dhe shkojmë tek sugjerimi i radhës, A Series of Unfortunate Events i vitit 2004 me regji të Brad Silberling. Të tre fëmijët Butler përballen me një xhaxh të keq, një varg ngjarjesh të çuditshme dhe rreziqe që i ndjekin në çdo hap, duke krijuar kështu një atmosferë gotike dhe humor të errët si ky që bëjmë ne her pas here këtu në Kinotek. Ky është një film i cili sjell një përzierje të shkaftësisë vizuale dhe aventurës dhe tepër i përshtatshëm për ata që duan një komedi me një prekje misterioze. Jim Carrey e sjell një rol të paharrueshëm si xhaxhai i keq dhe filmi pati sukses të konsiderueshëm, duke fituar disa çmime për stilin dhe humorin e tij të veçantë. Nuk do prisja tjetër rezultat me praninë e Jim Carrey. Sigurisht, pak po e sigurt. Shkojmë te filmi i sugjerimi i fundit. Pra, filmi Shazam i vitit 2019 me regji të David Sandberg. Billy Batson, një adoleshent që mund të transformohet në një superhero, pra thjesht duke thënë Shazam, fjalën magjike. Përballet me një sfidë të madhe për të shpëtuar botën nga një kërcënim. Ky film është një rifreskim për filmat me superheronj, pra është i qartë, duke përzierë humorin me aventura të shkëlqyera dhe është pra për të gjitha grup moshat. Pati një buxhet të me më shumë se $365 milion të fituara në box office. Nuk është e çuditshme që filmat që kanë superheronj dhe efekte kanë dhe buxhet të lartë, është e kuptueshme. Shazam u vlerësua për tonin e tij të lehtë dhe për mënyrën se si ofron balancë të shkëlqyer mes humorit dhe aksionit. Mirë. Shazam, po nuk shndrohesh dot ti. Po pse? Po, sepse tani do shkojmë tek sugjerimet e librave, kështu që pasi mbaroj librat, këtu ke mundësi të shndrohesh. Këtu ka mundësi të shndrohesh. Po, sepse libri i parë që do të sugjeroj. Po kam harruar pipat. Është Pipi çorape gjata. I vitit 1945 nga Astrid Lindgren, dhe libri i dytë që ne do të sugjerojmë është Martat me morin i vitit 2005 nga Mitch Albom. Mirë, nise me Pipin ti? Po nis me Pipin se kam shumë qejf. Okej. Po Pipin për çdo që mund të lodhet nga leximi, mund ta gjej patjetër si edhe film, në YouTube, edhe në YouTube fare thjesht. Kanale të ndryshme. Ka shoqëruar fëmijërinë ton, paktën brezit tim për këtë jam e bindur. Siç e dim të gjithë, Pipi çorape gjata është një vajzë e veçantë e cila jeton vetëm në një shtëpi të madhe dhe ka aventurat më të pabesueshme. Ajo është e fortë, e pavarur, nuk ka frikë nga asgjë, krijon situata të papritura dhe shumë humoristike për shoqërinë që e rrethon. Është një libër me një tregim të jashtëzakonshëm për guximin, lirinë dhe miqësinë që flet për një personazh të pazakontë që sfidon normat normale të shoqërisë. Me një stil të thjeshtë dhe shumë tërheqës për lexuesit e rinj dhe të rritur, Pipi çorape gjata ka arritur të bëhet thjesht dhe shumë tërheqës për lexuesit e rinj. Në çdo kohë një prej klasikëve të letërsisë për fëmijë, i cili ka frymzuar shumë breza me mesazhet e tij pozitive dhe ngjarjet e paharrueshme. Di çfarë do bëjmë kur shkojmë në shtëpi tani? Çfarë do bësh? Do bësh bishta leca si Pipi? Jo, përtej. Se flokët e kuqes të mungojnë. E di çfarë do bëjmë? Ha, çfarë do bësh? Do shoh Pipi çorape gjatën. Okej. Ja pra si lidhen në sugjerimet. Nëse impaktohem unë që jetoj brenda kinotekës. Okej. Mirë, kemi edhe një sugjerim tjetër, jo më pak interesant, nga një shkrimtar si Mitch Albom, Të martat me morin në vitin 2005.
Të martat me morin është një histori prekse që tregon lidhjen mes Mitch Albom dhe profesorit të tij të universitetit Mori Schwartz, i cili është në fund të jetës së tij për shkak të moshës dhe të një sëmundjeje të rëndë. Gjatë vizitave të rregullta, Mitch merr mësime të vyera jete nga Mori për jetën, dashurinë, miqësinë dhe vdekjen. Libri është i mbushur me refleksione të thella, mesazhe pozitive dhe humor, duke sjellë një histori që frymëzon dhe i bën lexuesit të vlerësojnë çdo moment të jetës. Të martat me morin është një udhërrëfyes emocional dhe shpirtëror që mbetet i paharuar duke u bërë një klasik modern për lexuesit e çdo moshe. Shumë sugjerime të bukura janë këto që kemi sjell në këtë episod të Kinotekës, po më interesant do bëhemi në vijim. Pjesa që na pret tani menjëherë pas shkëputjes muzikore ku do të dëgjojmë On Top of the World nga Imagine Dragons. Mirë, ja ku jemi rikthyer pas hapësirës muzikore dhe siç e tham përpara se të shkëputeshim, është një film mjaft interesant që nis nga pas nesër, nga data 11 prill në rrjetin e kinemave Cineplex në Teg dhe në QTU. Bëuni gati sepse një tjetër superproduksion shqiptar është gati për t'u shfaqur dhe ju pret Luli dhe Goni i Lemes. Një film titull shqiptar që ti është titull shqiptar dhe është titull shumë vlonjat, unë e ndjej, e kam në vibe. Megjithatë, për të folur më shumë për këtë film, ne kemi kënaqësinë që të kemi të ftuar këtu në studio një nga aktorët protagonist, do të thoya, një nga aktorët protagonistë të filmit, megjithëse filmi ka vetëm një protagonist dhe protagoniste ndoshta në rastin. Po një nga aktorët protagonisti nuk është i përcaktuar, okay. Secili zgjedh protagonistin e tij. E vërtetë, është një nga aktorët kryesor të filmit, gjithashtu në mjaft produksione të tjera, pa e zgjatur shumë, po prezantoj menjëherë Margen Caushin. Përshëndetje. Mirë se erdhe Margen. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit. Tani për të nisur do doja që së pari të njihnim ty. Ti je vlonjat tipik, dukesh. Nga duket. Nga kapelja? E folura. Okay. E folura është vlonjate tipike. Për shembull bëhet dallimi. Goni është vlonjati zbutur. Është i zbutur, Tani mos më vër në seder. Mos më vër në seder. Tu kthy vlonjat. Margen, ti ke jetuar për një kohë gjatë në Greqi apo jo? Di që ke studiuar në shkollë artistike piano dhe kitar? Piano, vetëm Okej, po kitarës gjithsesi i bie apo jo? Kitarës nuk i bie fare. Vërtet? I bie drumsit po. Oh, më fal, po. Baterist, po. Aty isha në mesin e saj. Na trego pak më shumë për vete. Patjetër, unë jam një muzikant i dështuar. Çfarë sinqeriteti molla. Edhe jam munduar, kam qenë shkolla artistike Naim Frashin në Vlorë, kemi bërë 4 vite atje. Edhe ka qenë kohë e vështirë, se ato 4 vite ka qenë vitet në 93, në 94 deri në 97 kur ikën familjarisht që plasi konflikti në Vlorë, ikën familjarisht, u detyruam dhe të iknim. Dhe më vonë aty fillova dhe pak piano duke rënë dhe aty fillova dashurinë për teatrin sepse si pjesë artistike të pianos më morën mësuesët atje dhe më futën në rrasën të teatri. Që të luaj. Pra le të themi që nuk ishte zgjedhje në një farë. Jo, nuk ishte zgjedhje sepse mua më tha, mbaj mend një profesor matematike, më tha që dëgjoj, tha, në mësimin tim nuk do vish, tha. Jo tërë javën, tha. Po nuk do vish një 2-3 ditë të javës edhe do shkosh do bësh një rol në teatr, më tha mua. Me kënaqësinë më të madhe i thash, vetëm mos të vish në mësimin tënd. Ora matematikës. Po ti ku pas ke qenë? Po pra, me kënaqësinë më të madhe dhe mora kështu lentshëm, edhe ka qenë një rol i vogël për çudi. Unë kam bërë shumë role episodike dhe në filma dhe në këto. Edhe për çudi aty një rol shumë i vogël që unë gjithmonë me intuit, gjithmonë një fëmijë 12 vjeç, si mund ta bënte, u bëra më i famshëm shkollës. Edhe vinte drejtori, mbaj mend drejtori që një dyja më kishte kërcënuar për heqjen e shkollës, se isha pak harakat. Edhe më erdhi drejtori dhe s'kam për të harruar dhe unë nuk e di, kisha lart duart dhe i kisha duart me ujë, më thot, "Ej madh Greqiti, hajde të puth, më jep duart, më thon, më kapi më përqafoj se i pëlqeva në ato që bëra dhe në ai moment pastaj filloi
filloi një rrugtim shumë i bukur. U futa në grupin e teatrit dhe vazhdoi derisa mbarova dhe gjimnazin që kam qenë çdo vit. Ne bënim aktivitete, 3-4. Pra, drejtori nuk të përjashtoi. Drejtori nuk më përjashtoi. Jo vetëm që të përjashtoi. Vetëm, por na nxënës I keq, u bëra nxënës mesatar sepse Unë jam e sigurt që Margendi e ka marrë matematikën 9. Jo, vetëm se merrte pjesë në kështu shfaqje teatrore. Jo, 7, po. Por se meritoja 5-ën, mos them 4-ën, por ka qenë mbaj më në algebër, më thonë nuk e di, vetëm një vit e kemi bër, aty ka qenë 10. Për çudi, por në algebër isha shumë I mirë, nuk e di. Po algebra është edhe vështirë valla. Po jo, po ka qenë vetëm një vit. Po patjetër, po vetëm një vit, më thonë e kisha 10, vetëm një vit, ishin ca ushtrime, ka qenë një program në të cilin unë I kuptoja jashtëzakonisht mirë. Dhe këto mësime më jepte vetë drejtori. Edhe kur shkoja jepja provime dhe ashtu isha të 10 dhe çuditë dhe ajo që më jepte algebrën. Pastaj në vitin tjetër kur ndryshova shkollë sepse sistemi grek ka qenë 6-3-3. 6-3-3. Domthon kurse ne e kemi sa 9-4. 9-3, tani është për 9-3 po. Edhe kur ndryshova pastaj ika në shkollë, pastaj përfundova vajta prapë tek ujërat e mia te pesa. Atje, por dhe atje fillova vazhdova prapë me teatrin, patjetër dhe Kur e ndave mendjen që the aktrimi është gjëja ime. Unë me aktrim do merrem. Se besoj një pjesë e mirë e jona në një moment apo në një tjetër kanë pasur një eksperiencë nga shkolla me një aktivitet kulturor, ndoshta një teatr rinor, një pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme, po pjesa më e madhe nuk u orientuan atje, shkuan drejt profesioneve tjera. Patjetër. Në Greqi që unë sa I përket më pëlqen shumë pjesa e drejtimit që kishte më thënë edhe në shkolla, se nuk isha vetëm unë te grupi artistik I teatrit, por kanë qenë edhe të tjerë te grupi sportit ose te grupi I moshonin shumë aktiviteteve dhe për nxënësit për t'i nxjerr atë që ata mund të bëjnë më mirë të ardhmen e tyre. Nëse ka një prirje të tillë, patjetër që e mbështesnin. Dhe mua gjithë mësuesit patjetër që më thoshnin që të merresha me këtë punë. Ta bëje këtë punë, mos e li, kjo është e ardhme jote, përkushtohu, puno, ul kokën dhe vazhdo. Tani, ka qenë një stepje nga prindrit. Ka qenë një stepje nga prindrit, sepse fundja... Qa do bësh artist tash? Ja ta them unë, se unë tani këtë gjë që mua më thoshni prindrit, unë e kuptova kur u bëra vetë prind. Prindrit e mi thoshnin, si mund të bësh ti artist, ndërkohë që ne nuk kemi asnjë në fiset tona, që jetë një artist që mund të ndihmoj të tregoj rrugën çfarë do gjesh këtu te kjo pjesë. Atëherë, prindrit e mi kanë pasur këtë gjë që çdo prind për fëmijën e vet do ta ndihmoj fëmijën e vet. Patjetër. Po, unë po gjej një degë, një gjë që të cilën unë se ndihmoj dot. Atëherë më mirë jo, më mirë merru me inxhiniera, ku dëgjoj, merru me ndërtime me gjëra. Se po do ta gjejmë se edhe kemi, edhe mund të ndihmojmë. Kurse këtu ku të ndihmojmë ne? Si të ndihmojmë? Dhe më ngelim ajo në fakt. Dhe unë kam humbur. Nuk mund ta them humbje se ndonjëherë çdo gjë ka orën e vet, ka drejt. Momentin e vet dhe humba një 3-4 vite po një, mos them 5. Po 3-4 vite 5. Çfarë bëre gjatë atyre 3-4 viteve 5 mbase? Kam bërë lloj punësh. Çfarë të duash ti? Ku s'kam punuar, çfarë s'kam bërë? Eksperienca më e bukur ndër këto punët që nuk kishin lidhje me aktrimin? Që nuk kishin lidhje, po, mbushja këto ujrat, këtë ujin që më solli ti mua, ngrija bidona aty. Ngrija bidona të ujrave dhe I çoja nëpër zyrat e Afinës. Këto ujrat që janë këto ujrat që nxjerr, po. Unë çfarë bëja? Merja ujin, e çoja ose me ashensor ose kur s'kishte edhe ashensor dhe I vendosja. Ajo ka qenë një punë jashtëzakonisht e lodhshme, nuk kam ndonjë më shumë se një javë. Mirë, se përgatitja fizike pastaj për aktrimin duhet. Patjetër. Edhe më vonë këto sigurisht them drejtën që më kanë shërbyer në punën time. Më kanë shërbyer sepse ndonjëherë thon edhe ne I mësuam më vonë, edhe kur na thonin edhe mësuesit tan, që eksperjenca e jetës do të bëj shumë mirë në këtë punë. Eksperjenca në aktrim, dhe eksperjenca e jetës do të bëj jashtëzakonisht mirë dhe këtë e vura re gjatë punës. Këtë e vura re që po më kanë bërë jashtëzakonisht mirë. Sa mirë që e ceku këtë Margenti, sepse unë jam e bindur që ka shumë të rinj dhe të reja që mund të jenë duke na dëgjuar tani,
të cilët kanë ëndra, kanë pikësynime, kanë objektiva në jetë edhe po ndihen ndoshta në momentin më të mirë, jo më të mirë të jetës, edhe kanë këto pikpyetje të shumta dhe jam e bindur që kjo që Margenti tha mund t'i shërbej për që jo vetëm përvoja, po edhe që ajo që ti pret nga jeta ka momentin e saj, po themi. Patjetër, ka momentin e saj, duhet bërë kështu, sepse unë arrita në një pikë, sinqerisht po ja them, mund të më ikte drejtimi jeta nga duart, themi ne. Do thon për pjesën e profesionit. Se kur nuk je i lumtur me një gjë tjetër që bën, do ikë thjesht do punor, do shkosh në shtëpi, mendimi im, thash unë nuk duhet të më shkurtohet jeta, unë duhet të jem i lumtur në atë që bëj. Edhe vështirë ta kem, nuk ka rëndësi, po unë do i futem detit me këmbë, thash, se Vlora. Po ju dini dhe notë se ti futeni me këmbë. Po i futem, po ne bëjmë dhe ecim edhe me këmbë, edhe me notë, edhe me këmbë, dim si të futemi sa më thellë, edhe të dalim prapë. Mirë, edhe kështu e bëra. Unë si blonjati i zbutur nuk po flas shumë, po blonjati të pazbutur mirë. Margent, tash personazhi Lulit tek Luli dhe Goni Lemes, ti e personazhi Lulit, është një personazh komik, po themi si e përgatitet veten për këtë rol, domethënë, cila është ideja e këtij personazhi? Kur më mori Klaudia Ibrahima, që është producentja dhe skenaristja e filmit, më tha mua Margent kam një personazh, tha. E përshëndesim Klaudian. Klaudia, përshëndetje. Klaudia, producente dhe skenaristja dhe më tha Margent kam një personazh të çmur, tha. Do, takohemi çik flasim, tha, ashtu. Unë pa diskutim, sepse unë kam pasur suksese me Klaudion. Jo, mendova se mos te kam pasur suksese me personazhin e çmendur. Kam pasur, po me çmendur patjetër, por kam pasur suksese me penën e Klaudios, sepse Klaudia ka bërë Aloftropoja, ka bërë Dy kish mjal dyshin, ka bërë serialin Hot. Po. Edhe pak a shumë diti skalisi mirë personazhet e di nxjerrin në patje ku duhet. Patjetër, i thash unë kam besim absolut tek ty dhe ma shpjegoj. Dhe ky personazh im është një personazh i cili si pak naiv, si pak mundohet t'i rregulloj gjëra ndërkohë që i prish pa dashje. I prish më shumë. Po, ndërkohë që i prish pa dashje. Dhe po nuk i mungon, patjetër nuk i mungon pjesa e shkatësisë, A mund të themi që personazhi yt është katalizatori në një farë mënyre i situatave komike? Bjordi thotë që është personazhi Joker i filmit, okay? Është personazhi i cili personazhi im fillon dhe ngjarja kryesore, fillojnë faktet, rrjedhin shumë gjëra që rrjedhin nga personazhi im. Edhe bën pjesë të rrethanës të filmit. Dhe kjo detyrimisht e bën një personazh shumë të rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm. Eksaktësisht katalizator, siç e Goni e përmendi për gjithë lidhjen e filmit nga një pjesë në tjetrën. Nga fillimi deri në fund. Përpara se të shkojmë tek hapësira e radhës muzikore, do të bëj edhe një pyetje të fundit. Sa e gjen veten tek personazhi, nëse e krahason pastaj me Margentin në jetën reale? Të them drejtën, nuk i gjej fare. Okay. Po është një personazh i cili, si ta them unë, një personazh Aldrum, si quhet, më? Haldup. Si quhet? Një personazh haldup, mundohet, jo shkon atje, jo kur bën një gabim, mundohet për atë shumë e saktë, shumë e bukur. Atëherë prandaj dhe thotë, çfarë të bëra, do të thënë, ndonjëherë edhe nuk i kupton shumë mirë ato çfarë bën. Është në këtij lloj haldupi. Mendoj që haldupi i tillë nuk jam. Haldupi i tillë. Po nga mbështypen personazhe si ky i Odi Margent. Në thelb janë me zemër shumë të madhe, do të thënë këtë transmetojnë. Tani zemrën e ka shumë jashtëzakonisht të madhe, patjetër që edhe do shikoni dhe filmin se çfarë bën ky personazh në fund, se do ta shikoni, zemra e tij është shumë e madhe, edhe mundohet gjithmonë aty kur mundohet i prishi, edhe kur i prish do shkoj se zbën që prap t'i ndreqi, edhe se zbën do i shkojnë na pas derisa të arrijë rezultatin. Tani rezultati o do jeti keq o do jeti mirë, po që do arrijë rezultatin do arrijë se s'ka ku të shkoj. Aty e ka shumë mirë. Pjesën tjetër mbetet ta shihni në film. Në kinema, nga data 11 prill nga pas nesër, edhe ka ngelur dhe një orar, 2 orare, se një 3 orare kanë ikur, kanë fluturuar. Nxitoni sa më shpejt. Do vazhdojmë të flasim vetëm për filmin, pra Luli dhe Goni Lemes, vetëm pas hapësirës muzikore. American Authors, Best Day of My Life, dita më e mirë e jetës.
Vazhdojmë të jemi me Margen Caushin dhe po flasim për Luli dhe Goni i Lemes, një film mjaft interesant, humor që vjen pas nesër në Cineplex nga pas nesër e tutje. Dhe Margen, tun dua të kuptoj si ka qenë marrëdhënia me pjesën tjetër të castit. Edhe si marrëdhënie njerëzore, por edhe në kuptimin e prodhimit situatave humoristike. Pra marrëdhënia para ti përmendim pak emrat, se janë emra të një rëndësie të veçantë. Po si mund të mos përmendim protagonisten Aurela Gaçen? Si mund të mos përmendim edhe aktorë të tjerë, Davis Myslymi, Fioralba Ponari, si mund të mos përmendim parodistët e Vlorës, Afrima Gallion dhe Agron Hamon, Jerin Gjiriago, Rita Lati, Ariola Demira. Një kast shumë i mirë aktorë. Shumë i mirë dhe shumë i përzgjedhur. Yje, janë të gjithë yje. Po flasim tani për protagonistën Aurela Gaçe, e cila është diva e muzikës shqiptare. Këtu Si ishte puna me Aurelën? Aurela ka qenë e jashtëzakonshme në punë, ka qenë pavarësisht emrit të saj të madh, po ka qenë, nuk e di, po me përull se ne. Që jemi më të ri dhe ka qenë, po kjo lloj përullësie ka bërë madhështore Aurelën, që dëgjonte, punonte dhe bënim dhe prova në mënyrë të shkëlqyer dhe nuk tha njerë jo, ose nuk mërzit në një moment që po do ta provojmë që të bëjmë për pjesën e provave. Dhe ka rjedhur në mënyrë të shkëlqyer. Me thënë edhe gjithë stafi jon, përveç punës tonë aktorëve, kjo katërsha jon kryesore, ne kemi pasur marrëdhënie të shkëlqyer, marrëdhënie të jashtëzakonshme me njëri tjetrin. Ne kemi qenë 20 ditë, 21 ditë në mëngjes deri në darkë dhe ne nuk kishim një të fosh, një debat, një të vogël, një mërzitje, jo, ne kemi qenë si motra e vëllezër me njëri tjetrin, sinqerisht. Edhe gjithë stafi neve nga mbështeste na mëngjes dhe ndarë në mënyrë të shkëlqyer, në çdo pikë, në çdo moment. Edhe kjo mbase ka qenë edhe merita e producentes, ëh. Edhe Klaudia ka mbajtur në pëllëm të dorës, patjetër. Edhe përderisa unë ju mbaj në pëllëm dorës, tani ju dua rolet edhe ju dua tekstin kështu në mënyrë të Dhe është në interesin e të gjithëve, sepse aty punohet një ekip për një gjë të vetme që është pikërisht produksioni Luli dhe Goni Lemes. Edhe Bjordi ka qenë me ato pika. E përshëndesim edhe Bjordin. Përshëndesim Bjordin, regjizori edhe Bjordi ka qenë, të cilën unë se kisha për herë të parë me Bjordin, no, se unë ke bërë qenë te seriali Hot. Te seriali Hot, edhe unë e njeh shumë mirë, njëri tjetër shumë mirë dhe tani ka qenë e shkëlqyer. Meqense filmi zhvillohet në Vlorë, ka referencë kulturore mjedisin e Vlorës. Nartën. Patjetër. Një pjesë. Nartën, plazhin e Zvërnecit mos gaboj, një pjesë. Plazhi i Zvërnecit, po. Tani, si ka ndikuar Vlora në rrëfimin, po them, në karakteret dhe në rrëfimin e filmit, për aq sa ka qenë karakteri yt, po dhe karakteret e tjera, po them. Dhe ato situatat humoristike, referencat kulturore të Vlorës. Vlora është një ndër qytetet më të rëndësishme në Shqipëri. E vërtet është, unë pajtohem plotësisht. Patjetër, dhe ne i dim dhe temperamentet e vlonjatëve është shumë i fortë. Tani ka temperamente dhe bota, por edhe vlonjatët që kanë aq të fortë, aq të mirë sa që ti kudo çfarëdo lloj historie të sajosh me vlonjat, ty do të dalë suksesshme. Sa i madh. Po më bën që ta lë këtë gjuhën standarde që flas edhe të rikthem dialektin. E ke humbur, je zbutur e kontaktam thënë. Vazhdon që të më vër në sede. E ke zbutur. Jo, unë jam shumë dakord, e ke zbutur një çë. Atë ktheu në origjinë, Provoj një. Po patjetër, po si. Margen, bëj një leksion këtu të mësoj të flasë prapë si vlonjat. Po po, hamërlla, ke të drejtë. Humbet gjuhën nënës. Baba, mos më prek këtu më valla. Shumë çfarë fjalësh tipike keni ju vlonjatët? Bolori di unë që është një nga fjalët. Do të bëj bolori. Do të bëj bolori. Po, do të bëj bolori. Do të bëj labidar. Do të bëj labidar mu këtu. Çfarë tjetër mund të vi? Edhe o vëlla që e keni tuaj. Po mirë, ajo vlla nuk ikët. Më fal. Vlla unë të ngre vlera aty. Patjetër. Pse gjykojnë? Pse gjykojnë? Për shembull, Margen, jemi që jemi. Si propozon një vlonjat? Si propozon? Po tani ka formate të ndryshme kam përshtypjen. Po pra, ka lloje formate. Në fakt nuk propozon fare vlonjati. Hajde këtu se do këtu. Lëri më do të çam do promocion, hajde më këtej. Hajde këtej, futu këtu, po të dua për vete i kaj as
as përgjigje nuk merr fare. Është thën poja me nga mendja. E ka thënë vetë ai pon, s'ka nevojë. S'ka nevojë. Nuk propozojnë vlonjata. Harroja. O të dua o pik. S'ka. Ku do vesh? Tani, është e rëndësishme që edhe në produksione të tilla që tingëllojnë komike, për qeshur, të ketë mesazhe të forta. Kështu që madomendja edhe këtu, brenda këtij filmi që jam e bindur do të bëj një pjesë të mirë të audiencës të shkrihen edhe të qeshin pafundësisht, ka mesazhe të cilat vlen të përcillen tek publiku, cilat janë disa prej tyre. Pra, çfarë kanë në thelb përtej batutave, përtej komikës? Diçka diti apo po nuk hasun sigur. Jo, nëse kemi parë filmin. Po okay. Ne kemi intuit gazetari. Bravo, shumë më pëlqen inteligjenca juaj gazetares. Atëherë, patjetër ka mesazhe shumë të forta. Ka mesazhe shumë të forta njerëzore, ka mesazhe nuk janë vetëm krajinore, por janë mesazhe që ato mund t'i gjesh në gjithë botën. Për shembull në çdo vend. Edhe mesazhet janë aq të forta saqë kur ndërthuren edhe në pjesa komedisë, kur ndërthuren bashk, mbase bëhen më të forta, po edhe mesazhi del më i qartë. Mesazhi del më i bukur. Por ka pjesën e romancës të vet, ka është romanca e vet, është pjesa komike, është pjesa dramatike, patjetër që ka. Edhe por është e gjitha ndërthuret aq bukur saqë ty të serviret një komedi e jashtëzakonshme në pjatë, saqë ti do ta hash e do ta përtypësh, edhe pastaj kur të dalësh në kinema do fillosh të reflektosh, edhe do mendosh. Jo vetëm do qeshësh, edhe do mendosh. Këtë po presim nga publiku dhe ne jemi të bindur që do e arrim këtë gjë, sepse puna jon është bërë punë e madhe, me përkushtim, me dashuri, dhe kur bëm punë me përkushtim dhe dashuri, besoj që rezultatin do ta kemi. E vërtet, po qysho mos e kemi, jenë Terezit jo. Po çan këto mua Po çan këto mua po tani më donen origjinal, tani fono valla. Sa vite kam që të njoh Egon, kam gati 5 vjet që njoh Egonin. Është hera parë që flet si vlet. Ere parë? Po jo, mo. Po mirë, na fol çik si fjerakshi. Bollo bullizove mua. Se ne jemi gjiton, Jemi gjiton. Do doja të flisja, po besoj që flasi fjeraki. Jo, fare, nuk flasin fare fjeraki. Fare. S'ka jo, nuk ka rëndësi. Mirë, nuk ka rëndësi dhe fjerakët i duam shumë. Që të mos keni asnjë dyshim. Po patjetër që i doni si mund mos e doni. I duam pafund. Gjithë shqiptarët kudo. Të gjithë shqiptarët kudo brenda. Kanë të tjerët në dorë flisni çun brenda dhe jashtë kufive. Tani ky është një projekt në vazhdën e shumë projekteve ku ti ke marrë pjesë, Margent. I tham disa, jo seriali hot, seriali fundit që ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Po dhe filmat e tjerë Falco, pak më herët, duke 2018-2019, ke marrë pjesë në shumë projekte. Si ndihesh? A je i lodhur? Të them asnjëherë në botë. Kjo është për një që dhe. Asnjëherë në botë. Jo. A ka më shumë? Të them të drejtën, unë sa më shumë punoj, aq më shumë çplodhem. Okej, kjo tregon pasioni për kushtimin tim. Është vërtet, për atë zgjedhjen që folëm në fillim. Edhe po, shqyr që janë bërë projekte dhe kemi marrë pjesë. Si po këtë famën e Nietzsches, po e shijon në çike? Të them të drejtën, tani që të mbaroj seriali, po. Mua më pëlqen shumë ta them sukses. Them të drejtën, nuk më pëlqen fama, më pëlqen suksesi te puna. Okej? Do thonë, unë dua suksesin. Kur një gjë që publiku e dëshiron, e do shumë atë lloj filmi, seriali, unë jam super i lumtur. Sa për famë nuk ka nevojë. Jemi të gjithë famshëm me njëri tjetrin. Mos themi që edhe ne këtu, ne mund të jemi kushërinë të 3 të 4 me njëri tjetrin. Ne jemi të famshëm, ne jemi familja e gjithë. Gjendje civil. Ne jemi familja. Po ti se mami për shembull këtu të kishte bërë pemën familjare. Po patjetër. Prandaj unë e besoj në këtë lloj forme që unë vuaj, domethënë, për të arritur suksesin. Dua të bëj suksesi në punën time. Okej. Kaq vetëm të suksesi. Edhe besoj se të paktën e ke arritur, po flas në kuptimin vizual, pra çfarë shohun si projekte. Po, patjetër shqyr që kemi arritur dhe besoj që do bëjmë edhe shumë të tjera, shumë. Me qira fjala, je duke punuar për një projekt, po them të ardhshëm?
dikuj është shprehur që do të marrësh pjesë edhe në seriale të tjera në të ardhmen, po nuk e zbuluar më shumë se kaq. Jo, nuk kam zbuluar sepse ne do kemi edhe një turne sa i përket filmit. Po, me qira fjala tani filmi se ne ikëm, u morëm me Margenti, Margenti është pjesë e Luli dhe Goni Lemes. Do të shfaqet në Cineplex duke nisur nga pas nesër dhe ku do të vazhdoj? Pastaj do vazhdoj në Kosovë, vazhdoj në Kosovë dhe pastaj do kemi turne në gjithë Evropën, në qytetet kryesore të Evropës. Pastaj do kemi në Amerikë dhe në Kanada. O sa bukur. Po, dhe kjo do marrë Kështu që i bëjmë thirrje ambasadës amerikane kur të vi Margenti aty për të marrë vizën jepjani. I bëjmë thirrje. Është çështje kulturore. Në datën 16 prill kam pjesën. I bëjmë thirrje ambasadës amerikane, jepi vetë ato vizat, mos vim ne. Bëjmë shaka. Bëjmë shaka. Po, me këtë që the sa të vetëm atje refuzim. As mos u fut fare. Jo. E tërheq vetëm që Margenti dhe i gjithë kasti i mrekullueshëm i filmit të shkojnë të takojnë shqiptarët në Amerikë dhe ta prezantojnë filmin se sa mirë është kur prezantojnë produkte shqiptare. Patjetër. E meritoni që ta merrni atë vizën për mua, kështu që kjo nuk Faleminderit shumë, edhe ne mezi po presim takojmë shqiptarët jo vetëm në Amerikë, po edhe në Evropë. Të shkojmë, kemi Zvicrën, kemi Austrinë, Gjermaninë, Italinë, Greqinë, gjithë andej anë banku janë shqiptarë, shqyqyr që kemi shumë shqiptarë në gjithë botën. Dhe shqyqyr që produktet shqiptare po. Patjetër, shqyqyr dhe produktet që po i mbështesin edhe shqiptarët. Kjo është gjë e mirë. Produktet shqiptare, filma shqiptarë, se fundi është prodhimi jon, është prodhimi jon. Dhe sidomos ata që jetojnë jashtë Shqipërisë i duan shumë. Patjetër. Muzikën shqiptare, produksionet kinematografike shqiptare dhe me që ishim tek Amerika, unë them të shkojmë tek një këngëtare tipike amerikane në repertorin e saj, Taylor Swift, Shake It Off, dhe pastaj i rikthehemi sërish këtu në studion e Kinotekës. Sa do thosh Selena Gomez. Ja ku jemi rikthyer dhe vazhdojmë të jemi për kënaqësinë tonë dhe ju të tjerëve që na ndiqni dhe na dëgjoni këtu në Radio Sol me Margent Caushin. Po flasim për filmin Luli dhe Goni i Lemes që do të nisi pas nesër në Cineplex, pra nga 11 prilli në Cineplex, e do të vazhdoj mëtej edhe jashtë Margent në Evropë dhe në Amerikë kudo ku ka shqiptar, sepse produksionet shqiptare bëjnë mirë, po dhe në fakt është e vërtet që kanë filluar dhe të vlerësohen mjaft. Tani, sa i takon në rolit tënd këtu tek Luli dhe Goni Lemes, po edhe në produksionet të tjera, është perceptimi im apo është e vërtet që ti je një aktor shumë i mirë i roleve të karaktereve? Zakonisht rolet që më ofrojnë zakonisht janë rolet e karaktereve. Edhe mbase spikasën ato, mbase i kam më të thjeshta, se ndonjëherë është vetë aktor, nuk është s'ka të bëj vetëm puna. Por zakonisht ne themi edhe në punën tonë që po edhe roli protagonist karakter është. Nuk është vetëm roli dytësor ose tretësor, por pjesën e karakterit. Janë gjitha karakteret. Por zakonisht unë për herë të parë tani në film metrazh gjatë, siç është Luli dhe Goni Lemes, që unë kam rol protagonisti. Për herë të parë dhe patjetër që falenderoj Claudion dhe Bjordin që më panë dhe po unë kam bërë afërsisht një 20-25 filma. Edhe shumica ka qenë role karakterësh që po ka pasur role protagonist, po kanë qenë filma të shkurtër. Edhe besoj erdhi momenti, kjo tregon që kemi punuar, kjo tregon që është edhe vlerësim. Patjetër që po. Është vlerësim. Besoj që t'ja ketë vletur besimi që kam pasur tek unë skenariste, producente Claudia dhe Bjorti për pjesën e filmit dhe mbase e kam shpërblyer. Ta shohim, unë nuk kam para asgjë, mezi pres datën 11 që edhe unë si puna juaj të shoh filmin. E të shohim çfarë kemi bërë. Në 11 ta shohësh për herë të parë, ashtu siç bëjnë zakonisht aktorët. Pa diskutim. Edhe regjizori e ka luksin, po themi ta shoh përpara. Regjizori dhe producenti. Dhe producenti patjetër. Ata duhet të shohin produktin. Patjetër, shkojnë produktin se ata merren ato punë, kurse unë ta shohim. Mezi po e pres dhe jam me emocione, sinqerisht po ja them, kam shumë emocione. Besoj do kalojnë apo do shtohen edhe më shumë, ëh? Si mendon? Do shtohen kam përshtypjen. Çfarë do shtohen? Emocionet. Po si publikohet filmi? Mezi pres orën 8 qerek që ta shoh. Patjetër që do shtohen njerëz zakonisht shumë.
E po tani o market do presësh. Ato presin 9 muaj për të sjellë fëmijën në jetë, s'po pret pak. Po ç'a thoni? Besoj se siç e ka vlejt edhe në projekte të tjera, do t'ja vlej edhe tek Luli dhe Goni Lemes. Kam besim të plot. Faleminderit shumë. Mirë, tani do t'idhemi tek pjesa e lojrave, i quajmë ne këtu. Tani ne të pyetëm pak më herët në lidhje me bashkëveprimin, bashkëpunimin me aktorët e tjerë në cast. Po. Ne do të përmendim emrat e aktorëve, nuk e di nëse do t'i përfshim dot të gjithë, shpresojmë t'i përfshim të gjithë. Të na falin ata që nuk do t'i përfshim dot, është thjesht çështje që nuk kemi arritur t'i gjejmë të gjithë emrat apo në një çështje teknike kësaj natyre dhe duam që të na thuash me një fjalë, me dy ose me tre fjalë, por sa më shkurt jetë mundur, për shtypja jote për secilin nga këta emra që do të përmendim. Për shtypja jote po them qoftë në bashkëpunimin konkret, por nëse ti do edhe përtej, pra nëse e njeh edhe përtej bashkëpunimit konkret. Okej. Nisim? Aurela Gaça. Diva shqiptare. Diva. Më shumë e prish. Më shumë e prish, nuk them absolutisht. Nuk është vetëm në skenë diva, po është edhe në kinema, është edhe në film. Po? Davis Myslymi. Drita e vllajt I themi ne. Ashtu ë? Patjetër, drita e vllajt sepse ne kemi ndonjë shumë bashk. Devizi vinte poshtë shtëpisë time dhe kur kishim të nesër kishim xhirimin on 5 mëngjesit, ne bënim prova gjithmonë me Devisin që të ishim jo, të dy zgjoheshim njësoj sepse kishim orari ka qenë strikt, të dy njësoj. Fiorel Baponari, vajzë inteligjente. Okej. Angel Hoxha. Angel Hoxha, ne kam e dua shumë dhe kemi qenë bashkë në kurs. Angel Hoxha është njeriu ngjarja e filmit. Okej, bukur. Vazhdojmë Ariola Demiraj, nuk e di, nuk ka parë kinemaja shqiptare një rol të atill, që do shikoni ju. Okej. Mehdi Malkaj. Mjeshtër I madh. Më shumë e prish. Gëzim Rudi. Po, profesor I dashur. Mirë, do shkojmë në një pikë të dobët të ndën në timen, parodiset e Vlorës Afrima Galliu. Nderi kombit. Janë nderi njëri, nderi dy, Agron Hamo, po. Patjetër. Agron Hamo dhe Afrima Galliu janë nderi kombit. Shqyqyr që Shqipëria e ka, jo vetëm Vlora, por Shqipëria e ka. I përshëndesim dhe. Tani do vazhdojmë me një aktor që unë e dua fort. Rita Lati. Rita Lati është si ta them, sa më shumë është si ajo Vera. Ke parasysh Vera, sa kalon Vera aq më e mirë bëhet. E shkëlqyer. Mirë, do shkojmë në një tjetër personazh, Irini Qiriako. Edhe ajo është nuk e di. Zonjë Gru. Jo Zonjë Gru, po ajo është kaluar Zonjë Gru. E shkëlqyer. Vazhdojmë tek Radhës, Stella Belaj. Po, është edhe Stella e ka për të parë në film. Është nusja e shtëpisë. Okej, bukur, më pëlqen. Amelia Marina. Motra e nusës së shtëpisë. Vazhdojmë tek Artan Qershori me synetin. Artan Qershori synetliku I themi ne, se ka qenë pjesë e produksionit që ne vëna ndihmonte dhe e pari gizori për një rol aty, hajde të veshin thatë bërë synet. Okej, mirë. Edhe personazhi I fundit që kemi këtu në listë, mund të ketë më shumë, I kërkojmë ndjes atyre që sua kemi përmendur emrin, Kamela Brahimaj. Motra Klaudius. Përshëndesim. Motra producente është kamarierja më e bukur e filmit. Okej, një vlerësim interesant. Mirë. Nuk do ta mbyllim me kaq. Jo, nuk do ta mbyllim me kaq. Ne sa filluam. Tani me kineman shumë përgjithësi ti. Ke parë film, besoj që ke parë se tash je edhe profesion edhe. Patjetër. Edhe dashuri të madhe, ke pasion, kështu që çfarë do bëjmë ne tani? Do të bëjmë një listë. Kemi bërë listën me një numër emrash aktorësh, gram, të cilat janë edhe më in të momentit, po edhe po themi ato divat, si për shembull po e them Angelina Jolie, po e përmend një emër për të dhënë. Të pyes ti unë fillimisht. Pse zgjedh vetëm gratë në këtë listë?
Po se po pyes Margentin. Jo, un kam shembuj burra, do të thënë aktor meshkuj, se gra sa do sa do. A kupton vllai se për Tani që ta di Margenti me çfarë syri të shohë këto për. Mund të them, po pra. Ajo ngele ndor tënde pastaj. Se për shembull mund të përmend Dani de Luis për shembull. E vërtet, patjetër. Denzel Washington, se un na aty referohem. Kurse te gratë patjetër. Është Meryl Streep list? Apo sa është? Meryl Streep e vëm. E vëm pa merak. Ajo është legjend, po. Po, të vazhdojmë, pra loja është e tillë. Ne themi dy emra fillimisht, emrin që ti e zgjedh e vazhdojmë me aktorin e radhës, me aktoren e radhës në këtë rast. Dhe në fund ajo që del po themi më e preferuara. Dhe është e preferuara. Pa. Margot Robbie apo Amber Heard? Margot Robbie. Okej, Margot Robbie apo Scarlett Johansson? Scarlett Johansson. Okej, Scarlett Johansson apo Angelina Jolie? Angelina Jolie. Okej, Angelina Jolie apo Jennifer Lawrence? Ja prandaj bura vetëm e gra. Jo, do them Jennifer Lawrence. Okej. Jennifer Lawrence apo Zendaya, kam përshtypjen e di që do zgjedhësh. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence apo Anne Hathaway? Jennifer Lawrence. Okej, Jennifer Lawrence apo Jessica Alba? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence apo Charlize Theron? Stoik qëndrosh. Sa mori mendja që do ishte kaq vështirë. Okej. Janë Ora njerëzit kanë preferenca të ndryshme. Jo, janë dy aktorë të një profili, por janë me mosha të ndryshme. Atëherë unë do zgjedh pak më shumë eksperiencën. Charlize Theron. Okej. Kualifikojmë bie nga froni Jennifer Lawrence. Dhe Charlize Theron apo Natalie Portman? Okej. Charlize Theron. Okej. Charlize Theron apo Cameron Diaz? Charlize Theron. Charlize Theron apo Keira Knightley? Charlize Theron. Okej. Charlize Theron apo Emma Watson? Charlize Theron. Charlize Theron apo Jennifer Aniston? Charlize Theron. Okej. Charlize Theron apo Megan Fox? Charlize Theron, Megan Është e bukur. Është e bukur, vendos aty të shikoj. Jo më mirë se këto. Okej, patjetër, po e krahasoj me Charlize Theron apo Halle Bailey. Si edhe një Halle? Halle Bailey. Halle Bailey apo Halle Berry? Halle Bailey. Jo, Charlize Theron. Okej. Charlize Theron apo Monica Bellucci? Ja, Monica është profilin e vet, po flas për aktore. Aktore është Charlize Theron. Si e nxori Monikën jashtë loje, është i madh. Charlize Theron apo Jessica Biel, jo, e kishim jo, e kishim. Jessica Biel. Jo, Charlize Theron. Okej. Charlize Theron apo Halle Berry? Halle Berry, po. Këtu po. Okej. Halle Berry. E shfronzuam Charlize Theron. Halle Berry. Halle Berry apo Lupita Nyong'o? Sa më pëlqen kjo vajzë. Është aktore e mirë, është aktore e mirë. Unë do zgjedh vetëm për mundësinë ku ka ardhur, aventurat që ka kaluar, ato gjërat që ajo ka hequr në jetë për të arritur aty te Oscari që ka marr. Lupita Nyong'o. Është e merituar, jam plotësisht me ty këtu. Mirë, Lupita Nyong'o apo Salma Hayek? Lupita Nyong'o. Okej. Lupita Nyong'o apo Emilia Clarke? Lupita. Okej. Tani është Lupita Nyong'o apo Emma Stone? E diti që Viola është Emma Stone e Kinotekës? Po. Shife pak të lutem. Shife pak të lutem. Është. Kështu që besoj të son. Të gjithë flokët bjond, e kupton? Emma Stone e ngriti ky Joroslanthi më shumë, por ka dhe 2 Oscar, e kupton? Por për mendimin tim unë do them Lupitën. Vështirë është, do them Lupitën sepse ka kaluar një kalvar. Ka meritën më të fortë. Ka meritën më të fortë, po. Do të them Emma Stone ka gjetur ca gjëra gati. Ka gjetur. Kështu që vazhdojmë me Lupita Nyong'o apo Penelope Cruz. Atëherë po futemi në Europë. Se i duam shumë, do them Penelope Cruz. Kemi kaq vite që presim futemi në Europë. Mirë. Penelope Cruz apo Mila Kunis? Jo, Penelope. Okej. Penelope Cruz apo Kristen Stewart? Penelope.
Ta kishin bërë shefin se kishte edhe ditëlindjes. Okej. Si ja dham. Penelope Cruz apo Gal Gadot? Jo, Penelope. Edhe Gal futet me Megan Fox e me këto të bukura, ta kupton. And the winner is Jo, prit. Ha, pa, ke të drejtë. Po se mbaj mend tani, për çfarë po flisni? Po jo, është thjesht aktoria e fundit që e lan për finale. S'më kujtohet. Që se kishin bërë fshir. Penelope Cruz apo këtham? E pra. Meryl Streep. Po. Okej. Penelope Cruz apo Meryl Streep? Meryl Streep pa diskutim. Me 3 çmime Oscar, mos gaboj, edhe me 21 herë nominuar. 21 herë nominuar e fiton. And the winner is Meryl Streep. Meryl Streep e meriton dhe në vend të dytë kemi Penelope e cila e ka filluar këtej në Europa me Salvador, si e ka? Arova. Regjizori në famshëm Almodovar. Almodovar e ka filluar me atë dhe i kanë gjetur shkallët avash. Ngadal, që ka filluar në teatrin nga Spanja dhe pastaj. Do të gjejmë veten më shumë aty. Ne edhe un doja të ngjisja shkallët dikur avash se u mora ca vite me piano, po nuk doli një gjë si përfundim. Unë ta thash që në fillim un jam një muzikant i dështuar, kuptoni? Domethënë por e gjetëm veten në pjesë tjetër të artit, po edhe ti artisti edhe ju. Asnjëherë nuk është vonë, e pra. Ju jeni të suksesshëm këtu në punën tuaj dhe e bëni me dashuri. Dhe mos e humbit entuziazmin, shto prapë. Ti në piano e le, domethënë thjesht nuk e vazhdove më atë. Dgjoj unë lash, po të them drejtën, unë improvizoj dhe unë shkruaj këngët e mia në piano, po unë s'di asnjë notë. Unë s'di asnjë parte, s'di as fare, absolutisht asnjë. Tani si bëhet kjo? Ku ti gjon, si bëhet? Po e kuptoj njerëzit zakonisht kur ti luan, improvizon. Me vesh. Po jo, po me vesh i pëlqen muzika dhe kënaqem me muzikën që unë bëj. Tani unë arri e bëj do me thonë, kush e bën këtë? Këtë e bën ndonjëherë janë ata që luajnë rock and roll, sa më pëlqen shumë rock and rolli. Janë në Amerikë, që janë me ngjyrë, njerëz me ngjyrë. Ata zakonisht janë të lindur për atë punë. Unë nuk jam i lindur për atë, por zakonisht unë bëj pak. Ato gjëra të vogla që unë kompozoj, më thënë, ja arri dhe i përfshit e pjesa bluesit edhe rockut dhe rock and rollit. Tani të them një gjë. Jepi. Kur isha i vogël, kam qenë 7-8 vjeç, 9 vjeç, se kjo improvizimi ka filluar gjatë atëre. Edhe më shkoja me babin, shkoja te shkolla e muzikës në Vlorë për të studiuar piano, se s'kishim piano në shtëpi dhe shkonim çdo mbasditë shkonim për studime. Edhe unë për arsye se unë nuk di asnjë parte, s'dia as nota as gjë, vendosja partën përpara dhe improvizoja. Edhe babi i pëlqente shumë ajo që dëgjonte, kupton ti? Po një herë, 2 herë, po sa bukur më i bie, ja këtë do bësh, këtë do bësh, thoshte babi. Ko që ti fare as. Unë fare absolutisht, unë thjesht improvizoj aty. Unë ja fusja kot. Edhe ajo në një farë sensi nga ana akustike dilte plot, se pëlqej. Vesh kishe më, vetëm se nuk lexoje partën. Nuk lexoje partën se nuk i dija. Jo vetëm ka qenë fajim, se kanë qenë vite të vështira dhe në F3 në F4, s'ka qenë vetëm fajim që nuk mësoja, por nejse. Tani babi një moment e nuhati këtë, bas 2-3 herë, 4 herë, solli njëna ata çuna që ishte aty. I tha, po ma shiko çik djalë më, se i bie shumë bukur. Kur e pa i djali, tha, dëgjova, ky s'di asgjë, ky është komplet jashtë loje. Ky s'ja ka haperi fare, kupton ti? Si ka që sot në aktrime ke vërtetuar plotësisht veten, Mergent, ne falenderojmë shumë që ishe pjesë e Kinotekës. Falenderojmë për gjithçka bisedën dhe sinqeritetin mbi gjitha dhe artin që na ke sjellë, sinqerisht. Faleminderit shumë, jeni të më i pritur në kinema 11 prill, Luli dhe Goni Lemes, që edhe unë vetë me zi po e pres jam pjesë që të shpërthejnë gjitha kinemat jo vetëm Shqipëri, po kudo, Kosova, Maqedoni, gjitha Europën, gjithë botën. Urojmë ta ketë këtë sukses. Faleminderit. Dhe shkojmë tani me një herë me këngën e radhës One Republic, Good Life, dhe pastaj do kthehemi për sugjerime të tjera për ju që nuk do shkoni të shihni, ose mund shkoni tek Luli dhe Goni Lemes, po pas ti mund zgjidhni një film tjetër, do t'ju sjellim sugjerimet nga Cineplexi.
Mirë, ku jemi rikthyer është momenti tani pas kësaj bisede mjaft interesante. T'ju kujtojmë që keni një mundësi se si të kaloni ditët e mbetura të kësaj jave dhe sigurisht fundjavën në një mënyrë mjaft interesante. Të shkoni në Cineplex, të rezervoni më parë biletën, të zini ulsën tuaj dhe të ndiqni filmin The Amateur, i cili vjen në rrjetin e kinemave Cineplex në Tek dhe në QTU, duke nisur nga nesër 10 prill 2025. Film i drejtuar nga regjizori James Hawes. Filmi The Amateur është një thriller aksion që tregon Charlie Heller, që luhet nga aktori famshëm Rami Malek, një dekripter i CIA që pas vrasjes tragjike të gruas së tij në një sulm terrorist ndërmerr një mision për tu hakmar e kuptueshme. I shantazhon shefat e tij për tu trajnuar si agent dhe për të ndëshkuar ata që janë përgjegjës të vdekjes së bashkëshortes. Filmi është bazuar në romanin The Amateur të Robert Liddell dhe ka një cast mjaft interesant. Përveç Rami Malek është Lawrence Fishburne dhe Rachel Brosnahan. Xhirimet janë realizuar në Londër, në Francë, në Turqi gjatë vitit 2023. Mos harroni, nga nesër 10 prill The Amateur në Cineplex. Kështu që kemi arritur në përfundim të kinotekës edhe për këtë të mërkur. Uroj ta keni shijuar të gjithë transmetimin. Për ju që doni të riktheheni edhe një herë, na gjeni në YouTube, në Spotify, e dini tashmë me Z dhe me video, në TikTok, sigurisht me VPN, po kujdes aty. Në Instagram apo kudo tjetër ku ju dëshironi. Udhëtoni të sigurt për ju që po na dëgjoni në makinë në këtë moment në frekuencën 89 FM. Kujdes ripin e sigurimit dhe bëfshi shef, argëtohuni. Ne do të shihemi të mërkurën tjetër, miru pafshim. Pafshim.